ka të vema të bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu rubrikën Kombi Ynë. Studimi i strukturës demografike dhe etnike të Çamerisë në prag të coptimit territorial të trojeve shqiptare përbën një nga çështjet më të rëndësishme të gjeografisë historike shqiptare. Në debatin shkencor mbi përkatësinë etnike të rajonit, burimet statistikore të fillimit të shekullit 20 zën një vend të veçantë pasi ato ofrojnë një pasqyrë të drejtë të realitetit demografik para vendimeve të konferencës ambasadorëve në Londër. Një ndër kontributet më të rëndësishme në këtë drejtim është statistika e hartuar nga historiani dhe studiuesi i njohur i arkivave shqiptare Kujtim Nuro, i mbështetur në dokumentacionin e Arkivit Qendror të Shtetit dhe fondet historike shqiptare. Të dhënat e paraqitura prej tij ofrojnë informacion mbi përbërjen kombëtare gjysore dhe territoriale të krajinave kryesore të Çamerisë në fillim të shekullit 20, duke krijuar mundësinë për një analizë thelluar gjeografike, demografike, statistikore. Koncepti gjeografik i Çamerisë. Çameria përfaqëson pjesën jugore të hapësirës historike shqiptare vendosur ndërmjet Bregdetit të Jonit, luginës së lumit Kalama dhe rajoneve të Pirit. Në fillim të shekullit 20, ajo i përfshinte një numër krajinash me rëndësi të mëdha ekonomike, kulturore dhe strategjike, ndër të cilat veçohen Filati, Paramithia, Margëlliqi, Parga dhe Kosturi. Pozicioni gjeografik i rajonit në nyjen lidhëse ndërmjet Adriatikut, Egjeut dhe Ballkanit qendror ka ndikuar historikisht në lëvizjet demografike dhe ndërthurjen e popullsive të ndryshme. Megjithatë, të dhënat statistikore tregojnë dhe pavarësisht kësaj larmie, elementi shqiptar përbën shtyllën kryesore të strukturës etnike të rajonit. Struktura demografike e popullsisë, sipas statistikës të historianit të arkivave Kujtim Nuro, popullsia e përgjithshme e krajinës përfshin studim arrin 172.726 banor. Nga kjo popullsi shqiptare 104.218 banor, dhe 14.987 banor, bullgare 30.943 banor dhe greke 9.300 banor, të tjerë 13.238 banor. Llogaritja e peshës relative të secilit grup tregon se shqiptarët përbënin 60.34% të popullsisë së përgjithshme, duke formuar shumicën absolute të rajonit. Bullgarët përfaqësojnë 17.94%, vllehët 8.68%, grekët 5.38%, ndërsa grupet e tjera 7.66%. Nga këndvështrimi statistikor, ky rezultat është veçanërisht domethënës, pasi shqiptarët jo vetëm përbënin grupin më të madh etnik, por dhe ishin më shumë se secili grup tjetër i marrëveçmas dhe ruajnë përsi të konsiderueshme dhe ndaj kombinimit të disa grupeve jo shqiptare. Analiza e shpërndarjes territoriale. Një nga aspektet më të rëndësishme të studimit është shpërndarja gjeografike e popullsisë shqiptare. Në Filat shqiptarët përbënin 90.1% popullsisë. Në Paramithi ata arrinin në 78%. Në Margëlliq përfaqësonin 95% dhe në Parg arrinin 71.9%. Vetëm Kosturi paraqiste një strukturë më të larmishme etnike, ku shqiptarët përbënin 38.5% të popullsisë. Nëse analizohen veçmas 4 krajinat tradicionale të Çamerisë, Filati, Paramithia, Margëlliqi dhe Parga, rezulton se aty jetonin 67.100 shqiptar nga 76.400 banor gjithsej, ose 87% të popullsisë. Ky tregues paraqet rëndësi të veçantë në gjeografinë historike, sepse dëshmon se bërthama territoriale e Çamerisë karakterizohej nga dominimi i qartë demografik shqiptar. Analiza e homogjenitetit etnik. Një tregues i përdorur gjërësisht në studimet e popullsisë është dhe koeficienti i homogenitetit etnik. Në gjeografinë demografike konsiderohet një territor mbi 75% të një grupi etnik paraqet homogenitet të lartë, ndërsa 90 homogenitet shumë të lartë. Sipas këtij kriteri, Margëlliqi paraqet homogenitet shumë të lartë shqiptar 95%, Filati homogenitet shumë të lartë 90.1%, Paramithia homogenitet të lartë shqiptar 78.2%, Parga paraqet homogenitet konsiderueshëm shqiptar 71.9%. Kjo do të thotë se 4 nga 5 krajinat e analizuara kishin karakter të theksuar shqiptar. Analiza statistikore për qëndrimit popullsisë. Mesatarja aritmetike e popullsisë për kraninë rezulton
34.545 banor, me gjatë krahasimi ndërmjet krajinave tregon një shpërndarje jo uniforme të popullsisë. Kosturi përfaqëson një krajinë më të madhe me 96.326 banor, ndërsa Parga krajinën më të vogël me vetëm 5.700 banor. Ky tregues dëshmon për ekzistencën e qendrave të mëdha demografike krahas krajinave me popullsi relativisht të kufizuar. Nga 104.218 shqiptar, gjithsej 35% jetonin në Kostur, 26% ishin popullsi të tjera, nga mbi 81% e shqiptarëve të regjistruar jetonin në 3 qendrat kryesore, në Kostur, Mallgëricë dhe Fillat. Struktura gjuhësore, analiza e gjuhëve të folura përfaqëson përfundimin e analizës etnike. Shqipja flitej nga 104.218 banor ose 60.34% e popullsisë, bullgarishtja vetëm 17.94, rumanishtja 8.68, vllahishtja pra greqishtja në 5.35. Rajoni ndërmjet shqip-folësve dhe greqisht-folësve rezulton 11.2-1. Në tema statistikore, kjo do thotë se për çdo banor që përdorte greqishtën si gjuhë kryesore, kishte më shumë se 11 banor që përdorin shqipen. Interpretimi gjeopolitik dhe historik. Nga perspektiva e gjeografisë politike, statistika e historianit Kujtim Nuro paraqet një dokument me vlerë të konsiderueshme për kuptimin e realiteteve etnike në jug të trojeve shqiptare. Të dhënat tregojnë se shumica e popullsisë të rajonit identifikohej si shqiptare dhe përdorte shqipen si gjuhë kryesore, në veçanti homogjeniteti i lartë në Filat, Margëllëç, Paramithi tregon se këto zona përbënin bërthamën demografike të çamërisë historike, periodhoi çdo analizë historike e këtyre edhe etnografike e rajonit duhet të merret në konsiderat peshën numerike. Analiza gjeografike, demografike dhe statistikore të dhënave të paraqitur nga historiani Kujtim Nuro dëshmon se çamëria në fillim të shekullit 20 karakterizohej nga shumica e qartë shqiptare, si në aspektin etnik ashtu dhe atë gjuhësor. Shqiptarët përbënin mbi 60% të popullsisë përgjithshme të rajonit dhe dominonin në 4 nga 5 krajinat kryesore të analizuara. Në zemrën territoriale të çamërisë, pesha e tyre arrinte 88% të popullsisë. Shqipja ishte gjuha kryesore e komunikimit dhe përfaqësonte elementin gjuhësor dominues të rajonit. Për këtë arsye ato zënë një vend të rëndësishëm në dokumentimin shkencor të pranisë historike të shqiptarëve në hapësirat jugore të trojve etnike shqiptare. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund emisionit Kombi Ynë. Të takohemi në emisionet tjera. Partika të vema të bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.